Jam në hyrjen e një prej librarive, bibliotekave më të famshme të Europës, më të vjetra dhe përdyshim më të famshmeve të globit, në Vjenë, në Prunksal, në Bibliotekën Kombëtare të Austrisë, është salla Prunksal, sikur të thash, e ndërtuar eksaktësisht 300 vjet më parë, në 1726, për të treguar fuqinë e perëndërisë austro-hungareze në kohën e Karlit të IV. Godina ka, pra biblioteka ka rreth, vetëm kjo sallë ka rreth 200.000 libra, duke përfshirë ekzemplar të rrallë unik, mjaft të vjetër, dhe pothuajse të gjitha botimet e rrallat veçanta të publikuara deri në vitin e kësaj ndërtimi dhe pasuruar më pas. Në fakt më shumë se sa një bibliotek, është një masterpiece i inxhinierisë dhe një reflektim i fuqisë jashtëzakonshme kulturore të perëndërisë austro-hungareze, po jo tregoj nga fillimi. Shifeni se ku janë vendosur librat, në rafte të mëdhej, së bashku me shkallët e drurit për t'i marë, shkojnë deri në katet e sipërme, pra po t'ju tregoj në këtë drejtim, shumë e bukur. Këtu duken më mirë edhe librat, pra janë dhe sipër, edhe këto janë libra nga më të vjetrit, që një pjesë, sikur se thash, kanë ardhur bashkë me bibliotekën, kanë vendosur këtu bashkë me bibliotekën, poshtë ke ekzemplarët e rrallë dhe të veçantë. Po mundohem t'ju tregoj të gjithën duke ju dhënë dhe një pamje të përgjithshme. Gjëja më manice, salla është 80 metra e gjatë, është ndërtuar, ka mbaruar në 1726, lutem shihni çfarë mrekulli është rrotull, ka mbi 200 libra të vjetër dhe koleksione shumë të rralla. Gjëja më interesante është afresku i mrekullueshëm i ndërtuar, i pikturuar sipër. Të gjitha balkonet e sipërme janë të praruara me arë. Koleksionet e rralla janë të vendosura këtu dhe ruhen me një temperaturë krejtësisht të kontrolluar. Ja, një koleksion tjetër për shembull për të kuptuar. Në shekullin e 13, pra janë kopje masterpiece të ndërtuara. Është një bibliotekë që mund ta vizitojë kushdo. Ka një bilet prej 11 euro dhe është ndër më të këshilluarat për të vizituar në Vjenë. Është ndërtuar për rreth 3 vjet, gjithë kjo mrekulli. Këtu jam tani një qendër fare, dhe qendra është pjesa më e bukur. Shifeni afreskun e sipër. Shif çfarë mrekullie është. Kjo është vetëm pjesa e afreskut dhe salla qendrore që ka në mes skulpturën e Karlit të gjashtë, perandorit austro-hungarez në momentin e ndërtimit të bibliotekës. Biblioteka është rreth 80 metra e gjatë nga fillimi deri në fund. Dhe perandori konsiderohej njëkohësisht dhe një mecenat dhe mbrojtës i madh i dijes. Për këtë arsye u vendos në qendër statuja e tij. Është një nga sallat më të bukura që ka globi. Shifeni, është mrekullueshme. Pra kjo sallë vetëm ka rreth 200.000 libra. Librat janë renditur sipas temave dhe gjuhëve, pra librat që lidheshin me gjeografinë, historinë, dashurinë, po themi, afreskët janë pikturuar nga Daniel Gran. Tregojnë edhe ato dhe njëherë lavinë e perandorisë austro-hungareze. Çfarë mrekulli është për shkuar deri në fund. Kjo është pjesa e dytë me balkonet. Rreth e rrotull saj janë libra të ekspozuar me një nivel, po thuaj, me një koleksion i rrallë, ja libri 1778-s, Romeo dhe Julieta, tragjedia e Shakespeare-it.
edhe këtu. Ky është një libër i 1796-ës, ndërsa ky libër këtu është i 1865-ës. Gjëja e veçantë është që brenda bibliotekës ndodhen dhe 2 libra të rrallë që flasin për gjeografinë e Shqipërisë sotme në kohën e Perëndërisë Osmane. Ka një libër që flet për zonën e Pargës në poshtë dhe për Bregdetin Ilirian, siç e quajnë. Libra të ruhen në brendësi, pra nuk janë të ekspozuar. Këtu janë 2 glob të mëdhej. Në atë kohë dienit për Shqipërinë ishin shumë pak. Ky është globi tjetër. Që edhe globi tjetër. Librat që flasin për Shqipërinë janë libra që tregojnë në një farë mënyre pjesën gjeografike, traditat, kulturën dhe janë bërë nga udhëtarët asaj kohe. Këtu janë të ekspozuar libra të tjerë. Ky është një libër i vitit 1360-1370, i gjithi i bërë me dorë. Shifeni. Ndërsa ky është një libër i shekullit të 16. Pra ky është një libër i shkruar me dorë. Librat shkruar me dorë tani kanë shumë pak kanë mbetur, është përpara fillimit të shtypshkrimit. Ja dhe ky një libër 1472. Një libër tjetër i 1800, ky një libër i 1605-ës. Të gjithë librat janë të rivendosur këtu. Këtu janë librat e dashurisë. Ndërkohë që po shkoj deri në fund të sallës. Salla është spektakolare, absolutisht spektakolare. Është një mrekulli e gjitha. Po eci deri në fund të saj për ta parë. Shifë si është. Ka shumë vizitorë, bileta është 12 euro, sikur se thash, edhe blen vizitohet, sepse është një nga gjërat më të bukura që Austria ka. Natyrisht nuk vlen për ata që i zë libri, por nëse doni të shihni se nga i ka rënë dia, Perëndëria austro-hungareze ka qenë një perëndëri që nxit dijen. Këtu për shembull është Don Juani, një kopje Don Juanit të vitit 1801. 1800. Dhe këtu shkojmë në fund të bibliotekës, është pjesa e fundit. Ku shifet e gjithë salla. Një nga gjërat më të bukura që mund vizitoni në Vjenë.